Në asnjë rast diktaturat përmbyshen ose me armë ose me mosbindje civile. Ne jemi mosbindje civile. Jo. 500 lekë më lirë për litër për secili prej jush. In a demonstration against the Merkel government of Tirana asking for a caretaker government for elections, because Edi Rama respects no law, no criteria, no standard about the general elections. All what we want are free and fair elections on May 11. Dhe jo vetëm në këto zgjedhje, për në çdo palë zgjedhje, për sa kohë nuk kemi zgjedhje të lira dhe nderën, për sa kohë kjo qeveri është e lidhur me bandat, me krimin organizuar dhe shfrytëzon çdo resurs të taksapaguesve shqiptar në funksion të zgjedhjeve. Qeveri teknike!